Vazhdojnë dhe ullës të një ti, se ka që armiqin i bersa disinfektot dhe vendin e lullit. Po pa tjetër, pëse që kujtove të? Jo vetëm ati, po të gjithë. Që t'i bëjë unë që është live të një, që ka që bënë? Ka një orë po disinfektot. Disinfektoj dhe mikrofonin e të gjitha. Po dhe që janë këta të në? Po nga lulli, Ore me lulli nuk një qenë me nder bytë e brek bashkë me Monika. Jo, unë jo. Ka qënë Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama edhe ti. Hajde tani. Unë jam e djetë me. Edhe Qimpeka. Stasim për dhe shanë të ne këtu. Po a i seshtë tani Qimpeka, lehën Qimpeka. Shka lidhje ka ishë. Po me Saliu me Iliris jam këtu, kështu që... Po pra. Po ata janë politikanaj. Tani, jemi rikëthyre, si që tamë ndërërë të shikus, me Zotin Basha ishim. Folëm, do me thënë, do flasim për serjesë, tani, kjo punë është. Tani jam në këtë studio me zonjën Monika Kryemadhi, e cila sapo ka bërë divorcin me Zotin Ilir Meta. Por kërkon me insistim të madh dhe punë të palodhur vota për Ilir Metën. Tani këto janë dy gjëra shumë të ndryshme, me thënë drejtën. Edhe ndahen me një tjetrin, po dhe kërkon vota për te. Dhe një pjesë e njerëzve se një teori konspirative është ndërtu ky vend shumë. Thonë, ore, mos nuk janë ndarë vërtet këta, mos bëjnë vetë. E gjëra si këto. Prapë kemi një problem me, gjithmonë kemi një problem aty. Duhet ta zgjidhni dhe të mos kaloj njeri atje. Po, Kryemadhi? Unë përshëndes regjin njerë, që janë të mrekullueshëm. Mrekullueshëm, e është. Po punojnë shumë. Që punojnë me ty. Vështirësinë e madhe që punojnë me mua. E para, e dyta... Tani ti do të flasim si grua, apo si politikane? Si më ke thirrur sot në emision? Po ti grua je tani, edhe si grua mund të flasësh. Jo, o si politikane, si deputete, o si grua. Tani ke zonjë, janë bashkuar dy gjëra në një ditë, janë ndërthurur. Ti je ndarë me Zotin Meta. Divorci me Ilir Metën nuk të jep bukë, as ty, as shqiptarve. As nuk ja pakson bukën, as nuk ja shton bukën. E para, e dyta, përsa i përket marrëdhënies time personale me Zotin Meta, është një gjë personale, është si çdo gjë tjetër, një marrëdhënie që mbaron, merr fund, ikën, vazhdon, ecën përpara. Tani në aspektin politik sigurisht që vota ime për Ilir Metën, sigurisht që do t'i shkojë Ilir Metës politikisht, edhe për shkak të asaj karriere time politike, por edhe për shkak të qëndrimit tim politik. Po të mos kishte qenë Ilir Meta në listë të hapur, po të kishte qenë në listë të mbyllur, unë do të shkoja dhe do të votoja vetëm koalicionin e opozitës dhe nuk do votoja asnjë nga kandidatët e listës. Koalicioni e opozitës ka për shembull. Sali Berisha. Për Shqipërinë e madhërishme. Shqipërinë e madhërishme. Madhështore. Madhështore. Unë e them madhërishme, faktikisht po. Po në fakt duhet të them madhështore për madhërishme. Madhështore. Ashtu është madhërishme. Më shumë si shkon? Në amerikanisht, në anglisht dhe më thënë? Në anglisht, s'ka lidhje. S'ka lidhje. Është e madhe. Great America. Great Albania. Great Albania, po. Ndërsa madhështore është grateful. Tani. S'ka... S'na thegje këtë me këtë, se ti tani gjerat janë shumë të me një tjetërin. Nëse jemi okej, po vazhdojmë... Unë kam një pyetje për shumë. Okej. Me që është, kam një pyetje, Zoti Meta, e di që ju po bëni fushat për Zotin Meta? S'mintereson fare. Di apo jo? Po pa tjetër, më nuk më intereson. Ti e personazh pastaj për në Guinness? Jo. Pse që kam personazh për Guinness? O zonjë, tani... Ka 45 migratë ndara në Tiranë. Edhe vazhdojnë me burat të... Vazhdojnë votojnë për burat? Jo, kush ka pas rasin për ta votuar, e ka votuar. Pse Edi Rama, na e kanë votu gjithish gratë e veta? Jo, këtë se tim. Ju kuptoni gjë këtu, o ti tela se ti po shku... Ska të bëj fare. Ore kupton gjë ti nga këtu, apo s'kupton? Tani, dy gjëra një herë para, unë them mos ta bastardojmë këtë historinë e kësaj. Po e keni bastardua, ke bastarduar juaj. Unë e kam bastardua këtë. Bashkëbisedimin me atë që ju kërkoni ta ngreni. Zoti Rakipi, ju e dini shumë mirë të gjithë historikun e kësaj gjëje, që ka ndodhur që në konventën kombëtare, pavarësisht marrëdhënies personale timen, edhe njohjes me deklaratën e divorcit që u njoha nga media, nuk kam dërmend ta komentoj fare, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, personi që i inicioj, ai person dhe le ta komandoj. Tashmë ne ligjërisht jemi të divorcuar, unë nuk kam marrë pjesë në asnjë nga seancat e gjyqit për të thënë në këto seancat e pajtimit që quhen të ashtu quajtura, gjë që Zoti Meta të vazhdojë hapat e veta. Kërkesën për divorc nuk e keni bërë ju? Jo, patjetër që nuk e kam bërë unë, dhe unë s'kam pas ndërmend të divorcohem asnjëherë. S'ke pas ndërmend të divorcohesh asnjëherë? Arsye kështu që përmendën aty? Unë mendoj që kjo nuk në periudhë fushat elektorale të flitet për divorcin tim. Unë mendoj që fushat elektorale duhet folur pse njerëzit duhet ta votojnë Ilir Metën. Ne kemi 100 vjet. Ne dakord. Edhe ju s'do ta bëni, edhe ju s'do ta bëni për Unë jam gazetare, kupton. Edhe ju s'do ta bëni për fushatë që mos flisim ne. Jo, ju e bëni divorcin për fushatë pastaj thonë mos flisni. Tani unë nuk mund të them ato e bëni ju divorcin. Një nga arsyet që i kërkova gjithë votuesve të mi apo mbështetësve të mi të vinin në hapjen e fushatës ishte arsyeja
sepse divorci ishte lënë në datën 11 prill. Mund të shtyhesh edhe me 12 maj, ë? Po, pra, të them. Kështu që prandaj po themi dhe s'kishte asnjë gjë të keqe, ndërkohë që kërkoheshte vota për Partinë e Lirisë, pra për kryetarin, presidentin e Partisë Lirisë. Megjithatë, unë nuk mendoj, kjo sigurisht që ka ato agjendat e veta, statistikat e veta, edhe po themi ndikime të ndryshme që ndodhin. Kjo është një gjë që do vazhdojë hapat e tjerë dhe njerëzit vazhdojnë ecin përpara në jetën e tyre. Si deputete e Partisë Lirisë zoti Rakipi, normal që morali im e kërkon që ta kërkoj votën për Ilir Metën, në radhë parë si babai i fëmijëve të mi, dhe në radhë të dytë edhe si një ish bashkëpunëtori imi, jo vetëm në politik, por edhe si ish bashkëtuesi jetës time në 33 vjetë. Kështu që Pra, po në koncept çfarë është? Pra ju bëni një status në Facebook dhe thoni votoni Ilir Metën, apo ju bëni realisht fushat për të mbledhur vota për Ilir Metën? patjetër që unë bëj realisht fushat për të mbledhur vota për Ilir E bëni Metën, vetëm, sepse individuale. absolutisht me konsciencën më të madhe, duke Jo, e pasur bëni parasysh. Vetëm ju. Po, unë dalë vetëm me njerëzit e mi, me ata që më përkrajnë mua, dhe çdo njeri që ka dëshirë që t'i bashkohet. Në strukturat e LSI-s. Jo, nuk janë në strukturat e Partisë Lirisë, janë komplet Vetëm për strukturat të tjera, të LSI-s, të larguar, të përjashtuar Po, nga pra, të partia, në mënyra nga më të ndryshme, sepse unë mendoj që sot më shumë se kur, dhe vetë drejtuesit e Partisë Lirisë aktualet, që edhe se janë njerëzit më të pavotuar nga strukturat e Partisë Lirisë, një nga detyrat e tyre kryesore që kanë të kontaktojnë çdo ish antar të vjetër të LSI-s, apo edhe të ri, e para punës dhe e dyta punës, për të bashkuar gjithë forcat për të çuar votën në kutinë e votimit në datën 11 maj. Nga ana tjetër, sigurisht që edhe mungesa eksperiencës së hartimit dhe organizimit të fushatave, lë për të dëshiruar që është sot, unë mendoj që pavarësisht mënyrës se si ata e përjashtuan Monika Kryemadhi dhe çdo tjetër nga Partia e Lirisë, erdhi si një rast i vulnerabilitetit që kishte në parti, por kjo nuk do të thotë që të gjithë ne që jemi qef mbeturit, po e quajmë, të jemi thjesht votues tradicional, por duhet të kthehemi në një mekanizëm të cilët duhet të strukturojnë votën. Pse e them këtë, se ti kur dëgjove atë Karafilin me gjithë ato idiotësira, do të mua të flasë Karafili thua Lulit, ë? Kanë folur, po. Ai që është shkaktari i gjithë situatës opozitës sotshme. Kështu që më lër ta mbaroj Karafil donë thuhet mesazhin. zakonisht mendje fyll dhe kështu gjërash, po nuk ka pse ta fysh tani, se ti ke punuar me të për një kohë të gjatë. Dhe tani Sa çfarë? përdori mendje fyll, përdori Karafil që Unë Karafil është një lule që zakonisht i jepet njerëzve në shenjë respekti. Edhe ti kishe si një shenjë respekti. Kështu që mendoj që sot më e rëndësishme, jo vetëm për Partinë e Lirisë, por për të gjithë opozitën, unifikimi i votës në numri 1, pra kolona numër 1, që është koalicioni për Shqipërinë madhështore, dhe pastaj për gjithë kandidatët që vinë me radhë sipas dëshirës. E them këtë që është e rëndësishme jo vetëm për Partinë e Lirisë, por për gjithë aleatët e koalicionit, sepse mos harrojmë që nëse Partia Demokratike punon 12 orët e ditës, Partia Socialiste punon 12 orët e natës. Ne sot jemi këtu, dhe të shikosh demokratët apo opozitarët i ke, ose në përshpia do të shikosh se si drejtorët, administrata, policia, punojnë derë më derë duke shpërndar para, duke kërcënuar njerëzit, duke intimiduar njerëzit në mënyra nga më të ndryshme. Dhe më e... Spaku është kamzhiku në dorën e Edi Ramës. Spaku do përdoret për të... Do ishe vrarë, po t'ishe bashkë me Lulin këtu, se për Spakun të vriste. Po, këtu dhe jemi, edhe Rio Velia të vriste për Spakun, po pastaj shau me libërshpije atje në gjykat. Edhe ky zotëria mos u bëni merak, mbas sa kohësh do a keni edhe këtë përparatë ruse ke Spaku, po s'ka gjë, i duhet e Ramës aty dhe tani, dhe pastaj kur të filloj ky t'i kërkoj prap tenderat të tjerë, do i thotë ma merrni çik ma hiqni qafe këtë, se po më bezdis shumë. Kështu që zoti Rakipi mendoj që puna më e mirë që ju mund t'i bëni demokracisë në emisionin tuaj është që t'i jepni shanse dhe mundësisë që të gjithë opozitarët... Demokracisë tonë të odhe. Asaj demokracie... Qartë. Si që është ashu e intimiduar, e kërcënuar, e stresuar, vulnerabël, ti jepni shanse dhe mundësin për të nxjerrë kandidatët e opozitës në mënyrë të tillë për të folur, për të shprehur dhe për ta kërkuar votën. Sot, koha televizive është shumë e shtrenjtë për opozitën, dhe është shumë e vështirë për ta kapur, dhe është vetëm një televizion, po themi, që mban në llogore në opozitarizmin, ndërsa të tjerët janë të survejuar, të kontrolluar, të sforcuar për nga mënyrat më të ndryshme. Përfshirë ne. Po edhe juve pse? Përfshirë ne këtu. Po, edhe ju. Të gjithë janë. Po ti, vetëm një kush është? Po, syri qik qimpeka e ka i qik më këshu. Bravo. Atere. Po, tani, edhe hapja është një gjë e rëndësishme, Monika, duhet të tresim edhe Lulin, edhe ty,
Edhe e pavarësisht se ju... Po nga përse as të vjen njëri të ju do vinë, erdi, po. Erdi? Po, shqyr. Erdi, flasin për Bashkimin Evropian shumë ata, po, vinë. Le, flasin për Bashkimin Evropian. Për pasaportën Evropiane. Po, do vinë ata, ju meni dhe desinfektant, pastrojnë, vendi kur ikën tjetër e dita, por tani, që t'i ma këj momenti, ju keni ndonjë kontakt me zotin Meta? Jo. S'keni folur fare deri tani? Si ka mëse? Po s'kan folur. Se dashuria ju e ka qenë për masa... Po me sa duket dashuria dhe urrejtja aty janë bashkë me njëra tjetër. Jetojnë bashkë. Zdëvendësojnë njëra tjetrën. Se unë e kam parë nga afër, do të thënë që ju jeni shumë afër një tjetër. Shumë afër. E çuditshme është kjo pak. Ti ndodh që bën ndryshe nga tjetër bën gjëra të çuditshme. Dhe kjo është një nga sekretet e tua. Po kjo ishte shumë e habitshme, kjo e fundit. Po s'është tendja duket. Për çfarë? Kjo ikja nga njëri tjetri. Shiko, zoti Rakipi, në moshën që jam unë, prioritet janë fëmijët. Atë qartë. Nuk është me Ilir Meta. Prioritet ishte Ilir Meta para 10 vjetëve, 15 vjetëve, tashmë prioriteti im janë fëmijët. Fëmijët. Dhe midis Ilir Metës dhe fëmijëve, unë kam zgjedhur fëmijët. Kështu që më vjen shumë keq që e them këtë gjë, jo se nuk e dua, jo se kam dashur. Por kemi një problem tjetër. Ky është prioritet. Çfarëdo gjë mund të ndodhë, ndodhë edhe kjo që mesjush, siç ndodhi mesjush, me shumë njerëz, një numërove shumë, 46.000 sa te. 45.000 divorce ka Tirana. Tirana vetë, Tirana apo gjithë Republika? Tirana. Këto që kanë ndarë gjithë? Po edhe ti rrugës je, se këshu ankove dhe ti sot. Ja, unë bajta tani, ku do vete unë të tim, po ndava dhe tani në këtë moshë. Jo, ne këtu vetëm ti e ndarë. Tani. Si statistikë... Me gjitha të këto janë gjëra që ndodhin. Po pse ju nuk jeni, pyetja më e rëndësishme është tani tjetkë, pse ju nuk jeni kandidate për deputete? Kontributi juaj tani është një kontribut normal. Edhe pse e disinfektuat vendin, kishit marrë ilaçe të forta, pa shumë se erdhi dhe aroma, edhe pse e disinfektuat vendin, ju keni punuar dhe me Lulbashën ishit në prak fare, po e rëzuat e dramën. 2021, kur Ilir Meta ka paralizë aty si presidenti i vendit, e të gjithë të tjerë ishin në punra. Ose Blushi që është tani e të gjithë. Ju tani nuk jeni as kandidate. Kontributi juaj ishi pa diskutueshëm. Kush e mori vendimin që ju të mos jeni në parti dhe kandidat? Ka marrë vetë vendimin që të mos jem kandidat. Të gjitha? Po. Unë e kam kërkuar Ilir Metës... Mos po merë më shumë për sipër se ç'ke bërë, Monika? Unë e kam kërkuar Ilir Metës... Se pastaj delësit e ata që tonë partia ime më dënon? Ja, nuk jam nga ato. Ti merë për sipër vetë? Unë e kam kërkuar Ilir Metës që në shkurt për të mos kandiduar, sepse i kam thënë unë mendoj që duhet merrem me fëmijët, dhe mendoj që kandidimi im do të ishte sforco shumë e madhe, edhe financiare, për vetëne, sepse tash kushdo që thotë që këtu fushatat janë të lira gënjen, fushatat tu janë shumë të shtrenjta, vetëm karburanti makinës që të hikje në fier dhe të vije nga fieri të shkonte 100.000 lekë dita, kështu që kemi të sinqert në atë gjë. Po në lekë keni patur ju tani për karburante këtë, se po na the që s'keni patur lekë për karburante tani. Unë bëj llogaritë e mia, unë nuk llogaris xhepin tonë zoti Rakipi. Dhe ju kishit 90 milion. Unë llogaris xhepin tonë. Po unë si them njeriu që s'kam karburant tani. Mi pra tani, po ta llogaris. Po i llogaris. thash pastaj më marr me dru tani. Tani ke problem shumë madh që ti nuk të mbarosh logjikën. Ti je njeri vërtet. Një makinë, o zotri, një makinë që ti iki nga Tirana në Fier, baqardë don 100.000 lekë. Sa makina duhet shkojnë Ose bre dhe fshatrat. Po gjithë fshatrat, pa llogarit, Mallakastron, fshatrat e Mallakastron, Postoveci. Po fushatën po them, do shkosh do vish për ditë, po nuk do shkosh vetëm, do ngresh edhe shtab, do marrësh edhe njerëz, po do hapësh dhe zyra, po do bësh printimet edhe bazën materiale, po do bësh flet palosje, po do pish kafe, po drekat, po darkat. Pra fondet shtetërore s'mjaftojnë kurrë. Si fondet shtetërore? Ani u po ju a them, po të llogarisësh fushatën elektorale të Partisë Socialiste, një kandidati normal, si Monika Kuremadi, me gjithë donacion, nuk i nxjerr Monika nga xhepi, po Eltoni do i hypi makinës që t'ikin fier, Ylli do i hypi makinës që... Të gjitha këto janë buxhete, ose janë kontribute që njerëzit i bëjnë në mënyrë të caktuar, po që në fund të ditës është një faturë që ti do ta paguash nesër. Dhe sot, një kandidati normal, minimumit do t'i kushton, po themi, në qoftë se ai merr 5.000 vota, do t'i kushtoj minimumit, do t'i duhet ke 100-150.000 euro. Ku do t'i gjesh? Kush thot që është më pak, gënjen. Mos të hymë më pastaj për printimet me metra katror, mos të hymë më pastaj për qerat e zyrave, mos të hymë më për drekat dhe darkat, mos të hymë për koncertet dhe për këngëtarët, mos të hymë për spitalet, mos të hymë për kartat e identitetit, kuponat që u ablenë njerëzve, mos të hymë më për biletat e avionit që i marrin emigrantëve për të ardhur për të votuar, apo për makinat e emigrantëve që vinë nga Greqia, pra çdo gjë ka një faturë. Dhe unë, në kalkulimet e mia që bëra, nuk më dilte sepse për shumë arsye
ishte shumë e vështirë. Nuk na tregove, Po prit nuk më na ta tregove të mbaroj. vërtetën, po kjo është puna tënde. Po prit më ta mbaroj, ti je shumë problematik. Jo, jam. Po jo, po prit. Po, unë këtë punë kam, këtë emision. Unë do them çfarë Se dua. kush ta kërkoj që dhe çfarë çfarë them të vërtetën. Po ti po thuaj një gjë që nuk është e vërtetë. Arsye që unë ja kam Nuk duket e vërtetë. Ti të merr gjak në vetë. E dyta, po. Ore zotërin, ja dëgjoni ju më tani. Po ta mbaroj. Do mbaroj, po sa është unë. Po ta mbaroj. Se me 4 orë do të thuash ti pse nuk kandidove. Ajo thotë shkurt njeriu. S'kandidova për këtë arsye, një dy fondet. Ti tregove fondet. Po se s'më besove. E dyta ka. Po ti si Po tregove gjën më të pabesueshme. Jo, po le të kuptohet. Gjën më të pabesueshme për ju janë fondet. Dhe ju i thatë dhe unë i thash jo. Po, ai donte t'ju vinte në listë. Po, është e vërtet. Dhe unë nuk kam dashur. Ilir desh dhe ti jo. Po. Dhe më Ka pas. faj Ilir Meta ose? Po pse s'ka faj më? S'po të themu që ka faj Ilir Meta. Faj kanë ca të tjerë. Jo ke kandidimin Do t'i flasim. Ke degradimi i drejtimit të partisë. Pastaj vim që s'është sot Degradim. folur. Po, do flasim mbas 11 maj për degradimin e partisë. Po, Tani, në aspektin tjetër. do me thënë të mundet partia, thua ti dhe pastaj Jo, ti partia nuk- pot edhe një spat të degradim. Fal. Partia nuk mundet sepse Ilir Meta Do tregoi vërtet. edhe një herë që me sa duket izolimi e kthjelloi politikisht ku i tha që ti zotri nuk do ish në listë të mbyllur, po do jesh në listë të hapur, sepse Ilir Meta e dinte shumë mirë që duke qenë kandidat në listë të mbyllur, asnjë njeri nuk do shkonte të Që po izoluar. për figurat Se duhet izolohet njeriu që ti thres mendesh. Po ka raste që edhe izolimi Do të fillon dhe kjo. njerëzit. Cillon. Mendoj, po. Tani, në rastin tjetër, zoti Rakipi, lere tani atë. po edhe ti, prandaj zoti Rakipi, se je bërë shumë libertar, prandaj edhe ti nuk po mblidhesh dot. Nuk po mblidhen dhe unë. Po. Po lere o Tarsi bilega vaj tani, në lakra. a do ta pyesim zonin më vlla, se po me ikën nga biseda. Se kjo ditë ikë më shumë nga gjithë tjerë thua. Dhe tjetra, zoti Rakipi, dalja e Ilir Metës në listë të hapur, është e vetmja mënyrë për të maksimizuar votën Për kontrolin e shtëpive liejt, po. Tani jo. Po ka vajt kontrolli 4 orë që ka vajt kontrolli ke shtëpia. Po thonë që është si për ti, këtë po sqaroja. Po, është ajo që ka pas me qera dhe e kanë Si bërë. bet? Po aty vetëm Të mbjellësh do korësh zoti Rakipi. Qartë. Se i vinte qef Erion Veliajt kur denonconte që bënte pa di për maman e Monikës e për Tani është e vërtet që juve ju është ndaluar dhe hyrja në seli, zonjë. Po, hyrja në Selina është ndaluar me kone, që para konventës. Pip. Po, edhe biles tani jo vetëm mua, po të gjithëve duhet hyrë me kartë identiteti. Gjithë lësisë. Po mirë, këti e Jo, ke gjithë paraqitur. 6 vjetër. Duhet hyrë me kartë identiteti. Nuk hyrë më njeri në parti. Në parti nuk hyrë njeri, në parti hyrë vetëm sekretari i përgjithshëm që nuk është votuar asnjëherë. Të bëjmë një shpjegim që pastaj na e konfirmon se kundërshtoi Monikë. Po, bes. Pra, ku erdhi Meta që bëri Partinë e Lirisë, mori me vete njerëzit e presidencës dhe të tjerë dhe krijoi një parti e cila e përjashtoi pak a shumë LSI-n. Kështu që nëse shohim se sot listat ne, nga LSI-ja ka 2 ose 3, nuk ka asnjë tjetër. LSI-ja e vërtet ka ikur bashkë me Monikën. Me rastin e zgjedhjeve, Monika po i jep LSI-n Partisë së Lirisë që dali Meta deputet, apo jo? Sepse PL-ja vetë se nxjerrët me të deputet në Tiranë, si më qesh. Monika i është bashkangjitur ekipit të Borës Besarit dhe Erës, patjetër, për të kaluar të gjitha lidhjet e saj politike, shoqërore, miqësore, votat e LSI-s, për t'ia çuar votën Partisë Lirisë dhe presidentit të saj Ilir Meta. Dhe kjo është hera e fundit që Monika Kryemadhi voton për Ilir Metaj. Hera fundit. Gjithë jetën e saj, që nga 92-shi ka votuar për Ilir Metaj. Ilir Metaj një herë kishte rastin votonte për Monika Kryemadhin, në 2021 dhe nuk e votoi Monika Kryemadhi. Kështu që kjo është hera fundit që Monika Kryemadhi e voton Ilir Metën. Po, nuk e. Monika Kryemadhi gjithmonë e ka votuar Ilir Metën, i ka dhënë plusin kuadrat. Ilir Meta s'ka pas rastin. Në 2001 nuk e kishte se unë isha në kombinat, votonim ke... Në 2001 ishte edhe në fjellë? Jo, në 2001-shin. Unë isha në kombinat, në 2005-ën prap unë isha në kombinat dhe votonim ke njësia 7, pra aty s'ku s'kandidoja. Në 2009-ën unë isha në Dibër, a i votonte në Tiranë. Në 2013-ën unë isha në Lezhë, a i votonte në Tiranë. Në 2017-ën unë isha në Elbasan, a i votonte në Tiranë. Në 2021-shin, unë isha në Tiranë, a i nuk e votoj Monika Kryemadhi. Po e di se e ka thënë vetë. Dhe biles ka kërku vota dhe për tjerët. Kështu që unë gjithë jetën time kam votuar për atë, kështu që kjo është hera fundit që votoj. Ju thoni do votoj Ilir Metën, bashkë me mua thot janë dhe disa njerëz të tjerë, ndoshta grupi miq. Duke filluar që nga familjarët e miqparët, që do bëjmë fushat për Ilir Metën. Dhe që po bëjmë fushat për Ilir Metën, që ditën që ka dalë Ilir Meta kandidat. Si do e përcaktuani ju rezultatin, pra kontributin tuaj tek votat e Ilir Metës? Nuk na intereson fare kontributi ynë dhe rezultati.
nuk na intereson fare, dola vetë deputet, Po le dali, shumë mirë dhe kontributet ne e ju urojmë Partisë Lirisë suksese. fal punës Absolutisht. time, më nxorën deputet. Nuk ka të bëj fare, Andi, ajo po, gjë. çfarë bën? Ajo është një marrëdhënie morale e gjithë neve që sot Duket si jemi lloj armiqt. sfide, duket si lloj sfide, nuk pra është që sfidë, është morali. ju më divorcuat, më hoqet nga partia, por unë po votoj për ju. Por si matet kjo vota? Zoti Tela, divorci është një element i cili në shumë gra, po edhe në burra, lë pasoja psikologjike edhe emocionale. Në një njeri si puna ime, normal që divorci ka qenë i papranueshëm, por nuk është fundi botës. Nuk është fundi botës. Unë nuk jam as gocere që të filloj. Fundi botës është kur vdese. Po dërë më ta mbaroj mendim. Po me po. Po që ke këtë vest keq? Po jo se... Kësha të temë në shkretë... Regjia të lutëm ndihmoni me këtë. Ndihmoni për... Ndihmoni tani si... Po regjia është e ju të? Nuk jam as gocere që të filloj jetën nga fillimi, por as e vjetër që të mbyll çdo, po themi, rrugtim timi, qoftë ky politik, social apo edhe ekonomik. Sigurisht që divorci shoqërohet me një grup njerëzish të cilët përveç se kanë probleme të menduarit dhe të komunikuarit me njerëzit, sigurisht duke përfituar ndoshta edhe nga izolimi apo edhe nga rrethana të tjera të ndryshme, të cilat e shikojnë në një këndvështrim thjesht për të administruar një buxhet të vogël të një partie, se mendojnë që ai buxheti i partisë është pushteti i ardhshëm apo vulën e Partisë Lirisë. Sigurisht që ajo që e vret Monikën më shumë nuk është fjala e divorcit, sepse në fund ditës Monika ka pasurinë më të madhe që janë 3 fëmijët e saj, dhe aq më shumë ka dhe emri, që duan apo s'duan të tjerët nuk mund ta cënojnë dot, por nga ana tjetër edhe gjithë memoria dhe kujtimet e mia të 33 viteve jetë me Ilir Metën janë sigurisht një, po themi, një pasuri e pa çmueshme për të tjerët. Ndërkohë që nga ana tjetër, ajo që unë e ndjej dhe që e ndjej si detyrë, sigurisht që nuk mund të shikoj dot fëmijët e mi kur ndihen të stresuar dhe shikojnë që risku për të votuar, po themi, ose për të çuar votën në kuti për babain e tyre është shumë i madh, duke pas çështjen e mungesës së organizimit, pra mungesa e organizimit dhe nëpërmjet televizionit tuaj përfitoj nga rasti për të folur me të gjithë antarët e LSI-s edhe të Partisë Lirisë, komisionerët, numërusët dhe grupet e strukturimit të votës në çdo qendër votimi. Gjë që cilën ne e kemi bërë gjithmonë dhe në mënyra nga më të ndryshmet ne kemi organizuar në 949 qendrat e votimit që ka qarku Tiranës. Kjo është nga detyra kryesore për datën 11 maj. Nuk është e rëndësishme listat që mblidhen me emër me mbiemër, se listën unë ja jap Andit dhe Andi da çon listën ande këtej. Pjesën e suksesit, pra sepse nëse do ketë sukses, ata që nuk më intereson si shkaktar. Nuk më intereson fare, nuk më intereson kush e merr suksesin atë. Ishte suksesi. Kush do e marrë suksesin? I ke 4 deputet sot në listë. Me përjashtim të Irisa Xhixhos edhe të Edmonda Gjinastos, të cilët janë provuar në terren, 2 të tjerët janë të paprovuar. Pra, 2 të tjerë janë të paprovuar dhe në strukturat e partisë. Pra, po flasim për kandidaten e Fierit, që është grua shumë e mirë, është një edukatore kopshti shumë e mirë, e cila ka vlerat dhe meritën e saj në parti në këto 3-4 muajt e fundit, apo edhe sekretarin e përgjithshëm Tedi Blushi, i cili është zëdhënës si Zotit Meta për momentin në Partinë e Lirisë, pra është Alo Moska, në zyrat e Partisë Lirisë, më dëgjoj, ja ta mbaroj. Është personi i cili përsëri nuk është votuar asnjëherë, as për komitet, as për sekretari përgjithshëm. Tani çfarë do ngelemi ne? Ne do ngelemi në dorë. Tani më fal, 21 vjet kontribut i të gjithë atyre të rinjve dhe të rejave që kanë kontribuar, pavarësisht se ku janë sot, janë në emigracion, janë në punë të shtetit, janë në institucione, janë në biznes privat, janë pa punë, s'ka rëndësi, i kanë përzënë nga partia, çfarë do t'i lëmë? Do t'i lëmë në rrugë, do presim ne që t'i marrin telefon. O, për tele, po, tale thoni se po thoni 2 gjëra shumë... Ore, po na men për vëllëdhin që ne tani. Le të marrin... Se po thoni 2 gjëra shumë të ndryshme. Këtë se qasi në fshat, kjo thotë unë dua vajzën e priftit për grua. Jo fare, se dua fare... Te i kanë mbyllur derën, tani kjo po të diskuton për partinë. E ke gabim shumë. Po çfarë? Po ma thuaj pra. Jo, e ke shumë gabim. Unë nuk them se dua vajzën e priftit për grua. Unë do pëjdasëm kur të martohet vajza priftit. Dakord me dakord, po ti po flet... Dakord me dakord, janë 2 gjëra të ndryshme nga ajo që thua ti. Ti po flet si... Unë nuk kam dërmend të martohem me vajzën e priftit, unë po pres të pëjdasëm kur të martohet vajza priftit. Dhe do japë përgjimin ti për çdo gjë. Prishe dasma dhe e merr dasmën kjo. Jo, me jo pse do prishe dasma dhe e merr dasmën unë. Për çfarë ta dua dasmën? Unë e kisha dasmën. Se ti mendon zoti Raki? Ç'mendoni ju për njerëzit që drejtojnë partinë sot? Sot disa figura që Meta duket se beson Tedi Blushi, Irisa Xhixho,
Se këta ka zgjedhur ai që Ilir Meta i ka zgjedhur ta. Politicizmi mos ka asnjë lloj problemi. Unë nuk mendoj që Ilir Meta ka problem për votën. Ilir Meta ju e dini shumë mirë që... Për këta njerëz çfarë mendon ti tani? Se përshikon celularin. Jo, se më erdhi një mesazh tash. Po lexojmë vonë. Po jo, vjen nga zona e Ysberishtit, shok. Ysberisht. Po. Votus. Po patjetër, votus. Bukur. Atëherë ç'mendon për drejtuesit e sot? Për drejtuesit e sotëm, mendoj që fushata nuk bëhet duke nxjerrë postime në Facebook me 500 flet palose që janë premtuar duke kërkuar votën për Ilir Metën dhe duke bërë reklam vetes tyre. Mendoj që fushata bëhet duke trokitur derë më derë dhe duke i takuar njerëzit një nga një. Dhe jo në të njëjtin vend dhe as duke i thirrur tek partia për të marrë letrat apo porositë që duhet me dhënë. Mendoj që fushata është komplet ndryshe, duhet i takojnë njerëzit, duhet i dëgjojnë, t'ju kërkojnë dhe falje, edhe t'ju dëgjojnë për problemet që kanë, dhe sigurisht që mendoj që nuk ka pushim dreke. Fillon fushata që në orën 6 mëngjesit kur njerëzit marrin trenin apo të marrin autobusin për tikur në kombinat apo në ato fasonerit e tyre dhe mbaron në orën 2 natës apo në 3 natës. Nëse këta do bëjnë fushat duke flet gjumë drek, duke çu gocën ke kopshti apo ke çerdhja nga vjerri e nga vjera, apo duke marrë kalamajt nga shkolla, mendoj që kjo gjë nuk është ashtu. Por sigurisht që në raste të tilla salvavidat qëndrojnë gjithmonë. Kjo është Monika. Edhe këtë radhë. Edhe këtë radhë, thash hera fundit, nuk ka më. Sa ti marrin dorën ata. Po sa ti daj të dali ai nga zotëria antikuetë dhe pastaj përpara. Never say never. Kur mos thuaj kur. Ju keni dalë në terren. Po se s'dihet Monika, ti mund të martohesh prapë me Ilirin e gjithë këtu, gjëra që ndodhin janë këto. Po pse ju pëlqen ta bëni këtë telenovel? Pse ju pëlqen ta bëni? Po se telenovelë keni bërë deri tani. Monika tani ka marrë librat e si. Gjithë politika shqiptare novel ka bërë. Edhe ka pranuar divorcin. Problemi është që jo më vetëm për këtë. Ka divorci gjë mbrapa më divorci. Jo, s'po them gjë. Por e zonë Simon të Buvuar... Po unë në kafe me Ilir Metën do të apirë, se do të flasin për fëmijë, do martojnë fëmijë, do bëjnë me fëmijë, do bëjnë festa. Po pra po. Do të atakoj Ilir Metën, do të atakoj. Po jo më s'ka pse të mos e takosh. Ilir Meta me mua unë nda pse do gja mandatet dhe shkela kushtetutën. Mendoj. Këtu nda me mua. Ajo që jam unë kurioz të di sot... Në fakt Meta e ka patur këtë vërejtje. Mua më kujtohet që... Po pse Monda Gjinasto nuk e dogji mandatin? Ishte në Gjermani. Fal. Edmonda Gjinasto nuk e dogji mandatin? Gjermani dhe u turbua. Elisa Xhixho nuk e dogji mandatin? Ha? Po ti që kryesore. Ajo që është... Në djegje ti që kryesore. Ani këto janë gjëra që kur mbaron dashuria e Yllir Akipit, doam gjejmë një sebeb që s'të duam më dhe them dogje mandatet. Kaq është kjo histori. Prandaj bë përshtypje kjo pjesa tjetër që thua do votoj Ilir Metën, do investojmë. Po do ta votoj sepse nëse Ilir Meta është keq, është një gjë që çalon. Andi, duhet të hyni në konceptin e një gruaje, e cila është kujdesur gjithë jetën për fëmijët e saj, është kujdesur për rrethin e saj shoqëror, familjar dhe kudo që ka pasur. Aq më shumë dhe në konceptin e një gruaje të cilës në 2013 i vajti plumbi kështu dhe ja ku është sot. Apo dhe shumë gjëra të tjera që i kanë ndodhur që s'kemi ardhur këtu për t'i folur. Në konceptin e një gruaje është nëse babai i fëmijëve të mi është keq, fëmijët e mi janë shumë keq, unë jam dhe akoma më keq. Nëse babai i fëmijëve të mi është mirë, fëmijët e mi janë shumë mirë, unë jam shumë rehat. Kështu që kjo është logjika ime. E para, e dyta, edhe arrestimi i Ilir Metës, që nuk për mua nuk është arrestim, por është rrëmbimi i Ilir Metës, pra është një kidnap që i është bërë atij, është shumë, përveç se është shumë, po themi, i ulët dhe i pa precedent, është edhe shumë poshtërues, për të cilën njerëzit që e kanë bërë do ta mbajnë përgjegjësi një ditë. Se kur do t'ju vi hesapi të gjithëve. Si thonë ato, borxh pa larë dhe hak pa marrë nuk kanë në këtë vend. Kështu që kjo dihet. Nga ana tjetër, edhe mënyra se si ti mban të izoluar ish presidentin, ish kryetarin e parlamentit, ish kryeministrin e Shqipërisë. Për dyshime, kush janë dyshimet që ka për Ilir Metën? Sepse ka bler vjerra e vet një shtëpi me kredi dhe meqense kjo ka bler shtëpi me kredi, ne dyshojmë që lekët për të shklyer kredin ja ka dhënë Monika që ka qenë e martuar me Ilir Metën. Ndërkohë që gjykata shtëpinë e vjerrës Ilir Metës e çliroi nga sekuestro. Pra, ti e mban Ilir Metën në burg të izoluar, ke 313, pra në burgun, po themi, Alcatraz, si thotë Erion Veliaj, Alcatrazit, e mban për dyshime të cilat ti dyshon të ngjarjeve dhe se do të prish ka provat e 2014 apo të 2013, apo dhe të 2008 e 2009. Tani në gjithë këndvështrimin tim, sigurisht që kjo është politike. Pra nuk është thjesht një gjë që është e vërtet, po themi që ka të bëjë. Është politike, edhe historia e tëra që u ngrit e stisur dhe po themi që nga historia e kontrollit në shtëpi, apo telefonat, të cilën unë e di shumë mirë që njerëzit të cilët, po kjo s'maron kur. Po e di unë që s'maron. Njerëzit të cilët e mbushnin Ilir Metën,
ishin sebepe për të përçarë dhe për të krijuar një konflikt brenda Partisë Lirisë. Duan 14-15.000 vota për të bërë Jo, Ilir Metës i duhen 30.000 vota. Kush po 14-15.000 vota? E gënjen Ilir Metës. Ilir Metës i duhen 30.000 vota. Te këto 30.000 votat, pra sa është kontributi juaj? Nuk më intereson fare, unë kam për detyrë të çoj. Unë do t'ju a them me datën 5 prill do t'ju them cilat janë kontributet. Ti po i thua zonjës ja do t'a pyes tani Abilegaj, por ti po i thua zonjës një gjë shumë çuditshme. Këtë nuk e qasin te dera, i kërkojnë kartën e mos hyrë brenda, tani ç'vota do mbledh kjo. Unë du me shku vetë se po shkoj unë më ndalojnë mua për 3 sekonda. Amano. Ti mund të biesh aty dile. Po ça amano. Ajo që më shqetëson mua është kjo. Suksesin as do e njohin, Po nuk dua mos ma njohin. Ajo që më shqetëson mua është që juve thoni që i duhen 30.000 vota. Kjo më shqetëson. Po, 30.000 vota. Se më shqetëson, sepse duke thënë 30.000 vota, ju mendoni që koalicioni Lanza për Shqipërinë Madhështore nuk do marri më shumë se 15-16 deputet. Se nëse do merrte më shumë, 17-18, i duheshin edhe më pak. Jo. Partia e Lirisë, e stafi i Ilir Metës, pra ata që drejtojnë sot. Si për 12-ës, nëse do merrte 7 deputet. Zoti Abileka. Unë mendoj që Ilir Meta nuk kandidon për të kaluar pragun për të hyrë deputet. Kandidimi i Ilir Metës është një mesazh shumë i qartë për gjithë skrapalinë në radhë parë. Që në 30 vjet jetës politike të vet, Ilir Meta ka dhënë maksimumin për ta dhe sot është momenti që skrapalit t'ia kthejnë mbrapsht kontributin e Ilir Metës me një vot. Nuk po ju kërkon Ilir Meta as të rëmbejnë armët, as të paguajnë, as të bëjnë asnjë gjë, vetëm të shkojnë të votojnë ke kutia votimit numri 1. Dhe janë aq shumë skrapali, saqë nuk bëjnë 30.000 vota, po bëjnë 120.000 vota po duan në Tiranë. Ku? Dhe në Tiranë, vetëm në Tiranë. E kanë për detyrim moral skrapalin sot më shumë se kur për Ilir Metën. Që ditën që ka qenë deputet i skraparit, që nuk i është ndarë që me ngjarjet e Poliçanit. Ka detyrim moral në këtë vend tani. Si, po s'ke ti më, po skrapalit unë mendoj që kanë aq moral për ta dhënë këtë detyrim moral ndaj ti. Nuk e ke ti, po unë mendoj që skrapalin e kanë. Se i njoh skrapalin, kam jetuar me ta. Dhe sot më shumë se kur, skrapalin nuk kanë ndërmend as ta ngrenë hopa, as të bërtasin të shajnë Edi Ramën, as të shajnë Sali Berishën, vetëm shkojnë të japin votën. Dibranët kundër. Vetëm shkojnë të japin votën. Ndërsa për sa i përket Dibranëve, Dibranët, zotëni, Dibranët do ta bëjnë punën e tyre, aq sa kanë ata takatin e tyre për ta janë të vështirë, nuk janë të lehtë, nuk janë të kollajshëm, por fund vitës kjo është detyra ime. Kjo është detyra ime dhe përveç këtyre janë të gjithë ata socialistë të ndershëm, të cilët sot nuk janë pjesë e listave të Partisë Socialiste, nuk e gjejnë veten aty, kanë qenë shok të Ilir Metës, kanë qenë bashkëvuajtës të Ilir Metës, kanë qenë ata që kanë themeluar Forumin Rinor Eurosocialist Shqiptar, kanë qenë ata që futën Partinë Socialiste në Internacionalen Socialiste, janë gjithë ata të rinj dhe të reja që sot janë kudo, të cilët përsëri kanë një detyrim moral dhe shoqëror dhe miqësor për t'i dhënë votën Ilir Metës. Nga ana tjetër është dhe një kontingjent, po përsëri tjetër, janë të gjithë ata mjek, pedagog universitetesh, polic, familje dëshmorësh, që në kohën që Ilir Meta ka qenë kryeministër, ju ka dhënë shansin dhe mundësin të cilët që kur filluan në lëvizjen që ishin të parët pedagogët e universiteteve që lëvizën me viza 2 vjeçare, kur bëheshte trafiku i vizave në mënyrë më të madhe, ishin gjithë ata polic të cilët i ndihmoi dhe u dha statusin dhe u rriti rrogat apo edhe për familjet e dëshmorëve të policisë ju dha shkollat edhe pensionet për fëmijët e policëve të vrarë, dhe janë shumë të tjerë të cilët kanë gjetur veten në të gjitha politikat që Ilir Meta ka bërë për ta. Dhe unë mendoj sot vota për Ilir Metën nuk është vot politike, fare, unë nuk e kam vot politike për Ilir Metën, po tjetë për vot politike nuk e votoj fare, vota për Ilir Metën sot është vot morale dhe vot njerëzore. Jo se Ilir Meta ka nevojë për votat tona dhe dhuratat tona, absolutisht e di shumë mirë atë se Ilir Meta është shtetar, do flasi për politikë, për integrimin evropian, për kushtetutën, që shkataroj çdo gjë, ja ku e ka kushtetutën Edi Rama se konsideron fare kushtetutën, e ka elementin më të, pra vot sot për Ilir Metën është vot një vot. Kjo grua sot. Mori lësë janë 2021-shin. 28.000. Gjera shumë çuditshme po thotë kjo grua sot. Po, mos harroni se në 2021-shin ne kemi pasur keni qenë gjithë bashkë në kërkim të shtetit. Ashtu do jemi prapë gjithë bashkë, edhe me 11 maj, siç kemi qenë në 2021-shin, me një përjashtim të vogël, të cilën e kanë efektin të pakonsiderueshëm zero, sepse ne ndjekim, se unë ndjek edhe në teren kudo që është. Njerëzit do organizohen, po mblidhen të gjithë, edhe kur kanë në një këshu, në i myskojnë që të vjek e veshi,
Edhe thua nuk po punojnë, edhe thua do punojmë shumë më tepër. Do marrim shumë më tepër vota. Po do punojmë ne. Po do punoj LSI-ja, më Andi. Do punoj LSI-ja, pse kush do punoj? Në kulmin e kush do punoj? Në rrogtarët se kush pretendon? 28.000 vota. Po pra 28.000 vota. Po mos haro që në 28.000 vota ti nuk kishe Ilir Metën burg. Në rregull? Nuk e kishe të marrë zvarr Ilir Metën ti. Po. Se ajo marrja zvarr që i kanë bërë Ilir Metës, rrëmbimi ka friksuar më shumë Partinë Socialiste. Vota njerëzore, ka friksuar më shumë Partinë Socialiste se sa njerëzit e Ilir Metës. S'kishte votë njerëzore domethënë, ë? Kështu që nuk ishte votë politike. E para dhe e dyta mos haroj që kishte edhe këtu damllan përpara që ishte me thik me veten gojë. Që mos votoni, më mirë shkoni votoni Edi Ramën, thotë se sa të votoni LSI. Damllaj thua Lulberse. Patjetër. Damllaja për gjithë opozitën ishte. Nga kjo që keni ju e keni dalë në terren për zotin. Ka marrë vota më shumë se ju në. Nga kjo që keni Jo me ty, bashkë me ty. Me kësaj që do marrin tani. Ja dashosh. Po se kanë hikur gjysma. Qindje do të jetë më shumë. Nga kjo që keni bërë në terren që keni parë deri tani, sa mendoni se merr, sa deputet mendoni se merr koalicioni opozitar në Tiranë? E para varet nga pjesëmarrja. E dyta varet nga puna që do të bëjë tashmë opozita çdo ditë. Unë mitingu hapjes më ka pëlqyer shumë, pse të gënjej kot, isha skeptike. Se të pëlqeu vallë? Po më pëlqeu. Se? Se ishte me qytetarë të Tiranës. Ishte Pra ndryshe nga gjithë mitingjet ardhur nga rrethet. nuk kishte asnjë autobus nga rrethet. Domethënë e kam parë dhe ishte bio, përveç asaj dhe ishte Tiranë. Të mbledhësh aty pavarësisht se çfarë thon këto 15 në sheshin e Tiranës. Më takova shumë njerëz të rretheve. Ku? Po ti ashtu takon më vlla gjithmonë të rretheve, po janë jetojnë gjithë Tiranë, në Tiranë ato. Se Tiranca nuk ka më, si çdo ti Tiranca. Po unë shikoj të mirë. Po se drejt këtë. domethënë tani Jo, këtë drejt. e para, e dyta, qarkullimi i njerëzve i kalon të 20.000 dhe të kesh 20.000 tirancë që të qarkullojnë në një shesh, të kesh dhe aq shumë të rinj në atë shesh, është një fitore e madhe për 2025, duke pasur parasysh presionin psikologjik që ushtrohet, jo vetëm ndaj bizneseve, jo vetëm ndaj administratës, por edhe ndaj nxënësve, sidomos gjimnazeve, maturantëve atyre që votojnë për herë të parë, të cilët i kërcënojnë me të drejtën e studimit, apo edhe me shumë aspekte të tjera. Domethënë, u sot kur kam dëgjuar se si një emigrante e kishte marrë goca xhajës vet që punonte në një institucion të Gramshit, punonjëse dhe i thonte të lutem vetëm më shëno emrin se do më heqin nga puna. Domethënë, çdo njësie administrative, pra çdo punonjës administrativ i kanë dhënë 50 veta për të regjistruar emigrant. Mendoj ti se çfarë i bën me votën. Dhe të dalë ajo Tiranë për mua është një domethënie shumë e madhe. Sikur vetëm ajo Tiranë, ata 20.000 veta, mesatarisht, se një njeri që vjen në shesh për Sali Berishën sot, për opozitën, minimumi t'i bën 10 vota. Nuk të them as 20 as 30, minimum t'i bën 10 vota. Pra vetëm ai shesh mund prodhoj 200.000 vota për Tiranën. Vetëm ai shesh. Por ajo sigurisht që do punën permanente ditë për ditë. Nuk do më takime. Ti bëj Sali Berisha takime, ti bëjnë drejtuesit e partive të opozitës takimet, konventat, programin, ta shpalli. Strukturat e partisë, antarët e komisioneve, militantët e partisë duhet të trokasin derë më derë. Duhet marrin telefonin dorë dhe alo, ku je, si je, çfarë po bën. E kanë shumë të thjeshtë për ta evidentuar ku voton Entona Bileka, ku voton Andi Tela, ku voton Ylli Rakipi, ku voton Monika Kryemati. Mjafton të hynë në aplikacion, i gjejnë direkte dhe e kontrollojnë. Sikur ata 20.000 veta në shesh, ata 20.000 veta në shesh, nga 10 veta të marrin atë ditë që i kanë mbyllur votimet disa kohë parë. Kam mbaru punë. Jo, mirë, dakord. Po çon si ka? Mirë, jo. Pra ju nga përvoja që keni, si e shikoni sot, po të bëjnë zjerë sot. Është shumë e kollajshme që të bëjmë disfatistin dhe të lëmë të vazhdojë e dyra. Jo, unë nuk bëj disfatistin, Po, çfarëdo lloji që ketë. Do që të jetë lista e Partisë Demokratike që nuk gënjej veten. Është shumë e mirë, për mua është së pari te vendi ku jam ulur këtu, nuk gënjej veten. Dhe së dyti, një minutë më. Nuk përpiqet mos gënjej dhe ata për të cilëve u flas. Po realizova këtë, kjo është detyra ime, se unë s'jam parti. Mi patjetër. Tani, nga Partia e Lirisë janë larguar drejt PS-s disa figura, një prej tyre është Endrit Brahimllari. Ç'më mendoni ju për të largime? Mund të ishin evituar ato apo ja? Unë kam shpjeguar edhe më përpara, mua më vjen shumë keq. Endrit nuk e përballoj dot presionin, që është çështje presioni. Është i izoluar, mundohet t'ju shkojë gjithë njerëzve të partisë e përzën të tërë, më vjen shumë keq. Se të gjithë më marrin dhe më thonë do i thuash ti të mos vi, apo ta mbarojmë ne këtë muhabet. Dhe më thonë, më vjen shumë keq, pavarësisht se mundohet me to familjarët e vetë. Tregoj që ka
dobësi karakteriale, ato që të gjithja kam pas thënë më përpara, pa përjashtim, duke filluar nga Ilir Meta i pari, që s'ka bosht, dhe mungesa e boshtit tregon që sot Endrit Brembllani do ta vlerësonte më shumë Edi Rama, po të mos kandidonte për PS, se sa duke kandiduar për PS, kur është Ilir Meta në burg. Se kjo tregon që ti, me burgun e kryetarit tënd, që të mori nga bankat e shkollës, e të bëri deputet, këshilltare, e gjithë, ti do të shkosh blesh një vend pune, se Endrit Brembllani deputet nuk del. Nuk del të dhe. Kështu të alima edhe ato vota që ka, Ogerta Manaseliu, i thot vlajt vet, grupeve të saktuara të PS-s, që ti çojnë një vot. Tash se ne e dimë Endriti ka ardhur që 14 vjet shkën në parti. Çfarë votash? Ku do shkoj? Marri votat e Partia Liris, që ai e di shumë mirë. Dhe mos harrojmë dhe një tyre që kanë këtë teorinë konspirative që ti e ndar me Ilir Metën, i një ndar kot, i jep një përgjigje fare të shkurtër. Po mi si unë që jam ndar kot. Po të mos isha ndar kot, po pra. Se këtu njerëz janë problematik shumë. Tu nga herë duhet me ndru popullin, jo qeverinë. Popullin se ndrëndës. Po pra, popullin se ndrëndës. Ka popull që të vi këtu. Po them që. Që të ketë popull që të vi këtu, Monika. Tani unë nxjerr sekretaren time me këtë lloj qeverie. Dim asistentja ime Sara Alvora. Me këtë qeverisur ju këto 35 vjet, çdo popull vdes. Ti nuk ri dot pa fol, ti edhe ka 3 neve për të folur, edhe prap flet. Po. Do të jap video dhe do të shikosh se po më bën si Lulbasha dhe do të shikosh se vetëm ti ke folur. Jo vetëm ti ke folur. Po unë do ndryj ku. Po Lulbasha del për televizor më vonë, kam 11 muaj pa dal televizor. Ai del me Ramën, kështu që. Edhe ti mund ta bësh. Ato bëjnë dhe disë njëri tjetër, jo faleminderit, nuk bëj disë. Se ti po ti e mund atë. Tani unë nxora ndihmësja ime, asistentja ime u bë me fëmijë, Sara Alvora. Dhe unë nxora në status edhe urova, edhe mirë se erdhe në klubin e nënave. Tani u bë. Po. Dhe të gjithë njerëzit thanë u bë Monika Gjyshe. Edhe pse gjithë njerëzit e dinë që vajzat e mia e kanë emrin Bora, Era, edhe djali Besar, ato prap thanë kjo u bë Gjyshe. Kështu që historia e çështjes. Po si, e ka thënë mirë metaforike, kështu se. Jo më shoku, isha mesazh pafund, ti je të gjithëve dhe ka thënë. Se thanë u bë Gjyshe. Tani, kjo dy gjëra. Ky argument që thoni ju do të kishte vlerë nëse Monika nuk do të ishte marrë në hetim nga Spaku. Përsi do ndaheshte Monika me Ilir Metën falso, kur edhe Monika është në hetim, pra avokati zotit Meta, zoti Gjokuta, i tha prokurorit, zotri tha, pse nuk arrestohet dhe zonja Kryemadhi, si që është arrestuar zoti Meta, dhe i tha, ne do të arrestonim dhe zonjën Kryemadhi, tha, por problemi ishte, tha, që nga hetimet që bëm, kërkuam operacionet plastike, tha, dhe gjetëm operacionet, tha, të cilat ishin shëndetësore për kancerin dhe vazhdojnë, tha, që është në mjekime e sipër. Pavarësisht se ne mbajmë fasadën në rregull. Se kemi marrë këtë smundje nga Edi Rama, që rregullojmë fasadat, dhe tha, nga 34 fashikuj që ka gjithë dosja, 7 fashikuj janë gjithë analizat e Monikës, gjithë operacionet e Monikës, që kanë qenë heqja mitrës, qafa mitrës, kanceri këtu, kanceri atje, të gjitha, që ju keni vuajtur vetë dhe i dini vetë se si janë. Po patim shumë se një kanceri këni. Dhe ata thanë duke qenë se, jo, janë ato, se ato përsëriten dhe ty mund të dalin disa herë. Kështu që në gjithë këtë histori, që ta mbyllim një herë për gjithmonë historinë e divorcit, është thjesht një justifikim, sepse duke parë që metodologjinë dhe lojën që ndoqi Edi Rama me Erion Velin kundër familjes tonë, ku i kaloi kufit e normalitetet, si kaloi dhe kufin e moralit politikës, kaloi më larg se ç'duhet dhe normal që ndoshta mund ndihen edhe fajtor, ndoshta mund ndihen edhe keq, se dashe pa dashe në gjithë këtë tërmet të familjes tonë, ndërhyrja në mënyrë, po themi, sistematike, nëpërmjet dezinformacioneve nga njerëz pranë Ilir Metës, sigurisht, por edhe nga ata të cilët inicioheshin nga Erion Velia edhe të tjerë, sigurisht që pati këtë dilemë. Megjithatë, unë ajo që nuk ja fal asnjëherë Ilir Metës dhe gjithë njerëzve që kanë qenë pranë Ilir Metës, është që çfarëdo që të kishte bërë Monika Kryemadhi nuk e meritonte atë poshtërim publik që ata ja bën asaj. Kështu që pavarësisht nga kjo, njerëzit si puna ime duhet kuptojnë gjithmonë që kur të tjerët i dopti të poshtëron, i forti të respekton. Jemi të qartë. Edi Rama pasi ka qeverisur për 12 vite, Monika kërkon mandat të 4. Ka gjasë që ta fitojë edhe këtë mandat. Pse mendoni se jemi në këtë gjendje që fitoria e Ramës, thuaj se nuk diskutohet që do të ndodhë, pse nuk gjallë shpresë opozita? Nuk mendoj që është kjo, mendoj që kjo është një perceptim edhe një lavash truri që bëhet opinionit publik, duke thënë që ky do të bëj këtë dhe këtë dhe këtë. Mos harrojmë që
vetë lufta në Ukrainë, në Siri, situata që kalon Bashkimi Evropian, edhe situata në Shtetet e Bashkuara të Lidhe dhe me Sirin thua? Po patjetër, sepse ju kërkohet një stabilokraci në Shqipëri. Kjo lloj stabilokracie që ne dim shumë mirë që Edi Rama shet çdo gjë për pushtetin e vet. Çfarë ju duhet ju? Ju duhet kjo? Po merre. Ju duhet kjo? Po merre. Ju duhet kjo? Pra, domethënë shet çdo gjë për të mbajtur pushtetin e tij. Kështu që mos u çudisni që në të gjitha këto vështrimet e veta, ai do të jetë shumë ju duhet një autokrat, nuk ju duhet demokraci. Çka Rama që t'ju jap këtyre përveç asaj të Melonës? Po pse pak është ajo Melonit? S'është pak ajo. Ajo nuk është pak. Nuk është pak ajo. Sa ajo është një pjesë Italie, pra një burg. Melona se shfare me Ukrainën me këto, se është bërë me Trumpin. Po, s'ka që me Trumpin. Nëse e lidhe shumë lartë, ike shumë lartë. Jo, është largë ajo. Ike largë. Zoti Rakipi në shtëpinë tuaj, keni tualet ju? Po, kam. Ashtu. Prandaj duhet në çdo rajon duhet dhe një tualet. Ti thua që Edi Rama ne përdorin këta si tualet. Që ke plerat, që ke mbetjet e rrezikshme, tek të burgosur. Mos po i përdor dhe Edi Rama këta pak si tualet. Po patjetër, pse për çfarë po i përdor? Edhe Edi Rama mos po i përdor dhe Rama atë. Edhe ti Edi Rama ka kthyer Shqipërinë në një tualet të vendeve të caktuara. A ti ktheu kina mbrapa? Opozita thua ti nuk ka faj fare në këtë histori. Patjetër që ka faj opozita, dhe opozitën fajin kryesore ka unë dhe Lulzim Basha. Dhe ne jemi shkaktarët e gjithë situate. Duke filluar që nga djegja mandateve, bojkotin e zgjedhjeve lokale, i adham gjithë pushtajtet Edi Ramës, më pas që nga gjithë rënimin i kauzave të opozitës, që ke teatri, që ke rruga kombit, e tjera me radhë. Ke iden që Lul Basha bënte çfarë më vete pa pyetur doktorin? Basha që ditën që i kanë refuzuar vizën amerikane në 2018, në tetor të 2018, Lulzim Basha u kap nga Edi Rama dhe u përdorë në mënyrën më perfekte. Pa jonin gjithë dhe ishte që ishin... Listën e kandidatëve të opozitës. Është kjo si me mira, jo? Shiko, mund të kishte më mirë, mund të kishte dhe më keq. Për mua nuk ka rëndësi, për mua e rëndësishme është që Sali Berisha njëshi listës që unifikon Partinë Demokratike, për mua nga Partia Lirisë është Ilir Meta që unifikon votën e LSI-s dhe të gjithë faktorëve brenda LSI-s dhe jashtë saj dhe të socialistët të zhgënjyer në emrin e tij. Kështu që kjo është gjëja më e mundshme dhe të dy kanë vendosur një, po themi, vendosja e Ilir Metës në listën të hapur i ka dhënë një maksimizim të votës në Tiranë. Nuk e di për qarqet e tjera, me atë që pash për Durrësin dhe çka kam ndjekur, Durrësi është mirë, edhe Elbasani diku mirë, në Fier do t'i duhet punë shumë e madhe, mos harrojnë, ajo që unë ndjej që është shumë e vështirë, por pavarësisht nga kjo, unë uroj që Zoti Bardhi të ketë mundësi që të eci përpara. Lufta Tiranë, Fier, Durrës, Elbasan bëhet. Ç'mendoni këto partitë e reja që kanë dalë Monika, si ke parti, se ti merr vesh shumë nga këto fushatave? Shiko, për shembull, në qoftë se ato do Qori, Sheja, Lapa, Shabani. Në qoftë se ato do të jenë të sinqert në atë që thonë, që është pak skeptike, megjithatë është për të parë, mendoj që të tëra partitë e reja kanë një lloj përfaqësojnë dy rryma brenda Partisë Socialiste. Salvavitat e tyre. Të gjithë partitë e reja thua ti. Megjithatë për të parë është. Qori, Sheaj, Lapaj dhe Shabani janë me pësë. Është shumë e vështirë, unë kam kaluar vetë këtë lloj skepticizmi në 2004 kur është themeluar LSI-ja, do një punë shumë të madhe, do kurajo shumë të madhe, do forcë shumë të madhe, por dhe sigurisht që sot është bërë shumë e vështirë administrimi një fushate elektorale financiarisht, sepse është bërë shumë e shtrenjtë, mos harrojmë që futja në loje bizneseve në politikë ka rritur jashtëzakonisht shumë koston e fushatave elektorale dhe kështu që dhe ata vetë do t'ju duhet nesër të përballen, po themi me skeptikët e tyre, ku i gjeni burimet, ku i gjeni të ardhurat financiare, se sot ato janë të paatakueshëm, për shkak sepse është ngritur një, po themi, një furtunë e madhe kundër, po themi, politikanëve elitar, që po e quajmë të politikës, kështu që po do t'ju vide koha atyre dhe a do t'jen të aftë ato për ta përballuar një gjë të tillë. Monika, si kanë ndikuar hetimet e SPAK te familja juaj? U diskutuar shumë që do të sekuestrojnë edhe banesën. Si ka qenë, ç'ishte ky vit për ju? Shiko, zoti Rakipi, për mua çështjet e SPAK-ut dhe me drejtësinë janë zero në krahasim me ato të familjes, kështu që kam parë raste edhe më të këqija. Absolutisht mendoj që e gjithë çështja e stisur e SPAK-ut u ndërtua nga Erion Veliaj, nga familja e inceneratorëve, sepse normal që gjithë ajo gjë që sot ne kemi, po themi një
një furtunë të madhe brenda Partisë Socialiste, vjen për shkak të denoncimit që unë kam bërë në 3 mars për inceneratorin e Tiranës dhe gjithë inceneratorëve të tjerë. Sigurisht që Erion Veliaj nuk do të ma falte kurrë, absolutisht, por edhe Edi Rama, duke qenë shumë i kujdesshëm për të lëvizur duart e veta nëpërmjet Erion Veliajt në sistem. Dashe pa dashe, na pëlqen apo s'na pëlqen, t'jeni të bindur që Erion Veliaj ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në SPAK, në mënyra nga më të ndryshmet, me element të caktuar deputet brenda Kuvendit të Shqipërisë, që dhe vetë përgjimet e SPAK-ut e treguan që duke filluar nga kryetarja e Komisionit të Ligjeve, e cila ushtronte, domethënë që është një gjë shumë e rëndë pra për të deformuar ose për të intimiduar dëshmitarin, apo dhe për të vazhduar pastaj dhe me shumë ndërhyrje të tjera, gjëra të tjera të pafundme deri dhe në, po themi, banalitete për të marrë duke pa ditur fëmijët e mi, duke pa ditur maman time të tjera me radhë. Sigurisht që e vështirë ishte për fëmijët, mund të them, nuk mund të them që si ishte e vështirë, pati pasojat e veta dhe pasojat tashmë ne i dim si i kemi në familjen tonë, kemi një familje që atë që kishim edhe pasurinë më të madhe nuk e kemi më, megjithatë unë do të vazhdoj ta mbaj të konsoliduar në aspektin e marrëdhënies fëmijëve të mi me babain e tyre, në aspektin e marrëdhënies së fëmijëve të mi me rrethin e tij shoqëror, duke qenë korrekt me ta dhe të mos shpërdorohen siç kanë shpërdoruar të tjerët babain e tyre apo nënën e tyre, në mënyra nga më të ndryshme. Sigurisht që ju, Monika, jeni një grua shumë e fortë, por a i drueni një dënimi me burg? Keni imagjinuar ndonjëherë që mund të izolojeni dhe ju? A e keni parë sa i bukur është burgu Grave në Pogradec? Mbi liqen. Po ka burg më të madh se ti jesh jashtë? Pagush dritat, pagush ujë, të merresh mba shtëpinë, të ushqehesh, të jesh njerëzit ju buzëqeshësh prapë, kur të vjen për të qarë duhet të qeshësh, kur të vjen për të qeshur duhet të qash. Sepse realitetin që kanë politikanët si puna jonë është burg jashtë. Pavarësisht se shqiptarët mendojnë që këta kanë bërë qametin. U turrën këta për të parë ka Monika prona në Angli, doli s'kishte Monika, dolën ca tjerë me prona në Angli. Dolën ca tjerë me prona në Greqi, dolën ca tjerë me prona në Itali. Doli Monika, kishte vetëm shtëpinë e vet, të cilën e kanë sekuestruar edhe paguan qeran për të. Kështu që janë disa gjëra të cilat dashe pa dashe për hir edhe të mediave, të cilat duam apo s'duam, se tash i pam qartë se ç'thonin të përgjimet e Erion Veliaj, se si jepeshin direktivat për të sulmuar apo për të bërë dhe ashiqaresh duken tashmë dhe portalet. Mjafton sikur ti futesh vetëm të bësh një analizë financiare të gjithë portaleve dhe pronarëve të portaleve, me çfarë paguajnë, me çfarë jetojnë, ku jetojnë, si jetojnë, si i kanë, do të shikosh që të ardhurat e tyre nuk mbulojnë dot energjinë elektrike, jo më të mbulojnë për të bërë apartamente, makinat shtrenjta, lëvizjet jashtë shtetit e tjera të radhë, apo për të mbajtur portalet me rroga. Cilat këto janë një histori tjetër që ky është korrupsioni më i madh, sepse edhe politikanët vetvetiu futen për të korruptuar portalet apo media të caktuara në mënyrë të tillë për të pasur pastaj një dhe faktikisht vjen sot në të gjithë botën ne kemi gazetarë që janë njerëzit më të pavarur, ne sot dashe pa dashe jemi të intimiduar, po themi nga gjithë mediat që gjithashtu duke i korruptuar vetë. Ne kemi portale, s'kemi kështu gjëra shkretoni jo. Shiko, nuk përgjithsohen gjërat. Jo, nuk përgjithsohen. Unë po flas për portalet e lidhura me inceneratorin. Dhe unë i ke të qarta. Jam dakord. Si ti do thotë kjo? Por nuk përse ti shkruan vetë. Ne tani ne dim shumë, pronar portali me 4 klasë shkollë, s'mund bëj analiza politike. Që përdor dhe fjalë anglisht. Tani unë kam një pyetje më shumë për kuriozitet, sepse zoti Meta ka thënë njëri që i pari që ka denoncuar në senator ka qenë ai. Po ma thuaj kur? Me ka thënë të fëzhiu. Po ma gjej. Me ka thënë ai. Po ma gjej, pra. Ma gjej. Jo, dhe unë kështu e dije që keni denoncuar ju. Ma gjej. Më rregull. Sa gjëra bëhen në emrin tënd o popull, po ma gjej. Mbetemi që ma gjej kur e ka denoncuar? Kush i veti ka denoncuar? Zoti Meta ka thënë. Jo, presidenca, se e thot me presidencën ai, s'kaq. Po ma gjej më nxjerri kur është ka dalë zëdhënësi i tij asaj kohe Edi Blushi që e ka denoncuar inceneratorin. Qartë. Nuk e ka denoncuar. Ma gjej datën. Unë e kam denoncuar me 3 mars. Unë me 3 mars kam dalë televizor. Ma nxjerrni datën kur ka dalë. Ose ka një letër që ja kanë drejtuar SPAK-uta, që ja kanë drejtuar prokurorisa, a një media, një deklarat, një letër, një shkres, ma nxjerrni ku e kanë. Ju po thoni që SPAK-un vetë nuk ishte target Ilir Metën dhe pastaj jo, kishte Monikën. Kishte Monika, po kishte Monikën dhe nga Monika
Edhe Ilir Meta. Spaku kishte target Monikën. Spaku regjistroi çështjen në diku nga 14 qershori 2022 që e bëri Alit Valteri dhe filloi me operacionet plastike të Monika Kryemadhit, që gjasme ishin ato transaksionet financiare të 280.000 euro që i pas kam që unë... Praktikisht pushtetin e ka pasur Ilir Meta, pra targeti mund ishte Ilir Meta, si njëri që ka Targeti i Ilir Metës ishte që në 2018 ja tha Altin Dumani në gjykat që çështja jote ka filluar në shkurt të 2018-ës. Jasme për çes diën, pra nga 2018 deri në 2022, pra i bie 4 vjet, këta kishin ngelur vetëm ke intervista e bashkëshortes së Kastriot Ismailit. Pra, nuk kishte asgjë tjetër. Presidenti, jo një Mirë, pra kishin dhe atëherë më pas çfarë vendosën? Atëherë duke pasur këtë gjë, djali Lefter Kokës, Arbër Koka, nuk la klinik edhe Spitalit të Italisë, e burr doktori e doktoreshe, pa marrë në telefon, pa i thënë ku është operuar Monika Kryemadhi për të marrë tjera gjëra. Tentuan pastaj gjithandej me Erion Velin, ku kanë hyrë, kur s'kanë hyrë. Mor pan timsat, i pan gjitha tjera dhe ndërtuan dhe paguan nëpërmjet Mirel Mërtirit një shkrim në gazetën austriake, e cila është pa autor, pa gjë, dhe nëpërmjet asaj gazete e çuan në SPAK. Dhe pa din e ka shkruar Klotilda Bushkaj me Plaren Drecën dhe firmën e ka vendos Alit Valteri. Më pas merreshte Petrokoçi, mesazheri, merrte dokumentat që çoti da jetë Beqirit ke GT8, se tash ne këtë punë kemi. Pra, e gjithë kjo histori ishte një gjë që e ndërtonte Erion Velia, pse sepse i duheshte godit Monikën, sepse duheshte të çdonte. Dhe po ta shikoni në gjithë historikun nuk ke asnjë padi për Monika Kryemadhin, për sa i përket për inceneratorin. Dhe një nga debatet që kanë pas historikisht me drejtues të Partisë Lirisë ka qenë që sa i përket denoncimeve të inceneratorit duhet kemi shumë kujdes, sepse një çdim të bëjmë, një gabim, deklarat të gabuar të bëjmë, ata e kanë të gjithë mekanizmin për të na sulmuar dhe për ta kthyer që ja ti gënjen dhe ke gënjur, ke falsifikuar etj. Dhe kjo ka qenë një nga betejat e mia me inceneratorin. Derisa edhe kur diskutohesh, unë nuk kam pse të merrem me kameramanin. Sepse nuk ma ka fajin kameramani mua për pyetjet që bën Ylli Rakipi. Apo jo? Këtu gjërat janë secili ka përgjegjësinë e vet. Edhe ke skema e inceneratorit, përgjegjësia është shumë e saktë. Është bërë inceneratori i Fierit dhe i Elbasanit ku ka qenë Lefter Koka, ka qenë peng, domethënë i skemës të ndërtuar në fillim, që ideatori ka qenë Alqi Bllako, pra që ka bërë gjithë skemën financiare të lëvizjes parave pra për blerë miell dhe sheqer për të ndërtuar inceneratorin, dhe që ka bërë gjithë ato kompanitë fiktive bashkë me djalin e Lefterit. Djali i Lefterit ka tërheq edhe parat nga bankat e nivelit të dytë, biles edhe në rekursin e gjykatës lartë. Gjykata e lartë e bën shumë të qartë që njeriu që duhet mbaj përgjegjësi është i biri dhe Lefter Koka ka bërë një pakt me Edi Ramën, dhe kjo duket haptas që unë do ta bëj burgun edhe për bashkëshorten time, edhe për djalin tim, dhe për të shpëtuar sekuestrimin e pronave që ka. Dhe normalisht ka një 14 vjet, akoma s'ka marrë dënimin e Tiranës, që i tha Rama, ke një malore të vogël, i tha, po maloria nuk shkoj më 4-5 vjet, po maloria më duket ka për t'ia çuar Rama një 15-16 vjet. Dhe ndërkohë, më pas, vjen inceneratori i Tiranës, që është një nga themrat e Akilit. Faktikisht, inceneratori i Tiranës është skema që kanë funksionuar offshore për blerjen e televizioneve, që janë blerë bizneset të pronarëve televizioneve, dhe pastaj thonë, deshen me na vrapë. Normal, se po ti qarkullosh lekët në mënyrë të tillë, të futesh aty ku s'futet drita diellit, normal që do mbash përgjegjësi për gjërat. Kështu që e gjitha kjo më pas ishte incenerator që nxorën jashtë loje Lefter Kokën, nxorën jashtë loje Arben Ametaj, nxorën jashtë loje Damian Gjiknurin, nxorën jashtë loje Angela Gacet dhe ndërtoi Erion Velia të gjithën duke bërë lidhje të ngushtë drejt për drejt me Mirel Mërtirin. Dhe këtu tashmë fillon offshore, dhe offshore si fillon? Nuk fillon thjesht janë para të cilat ne nuk e din, a shkojnë jashtë shtetit për të bërë pagesa, a rikthehen me ndërtim këtu. Kjo gjë pastaj të se zbulojmë dot nëse unë deri në momentin që ngrita dronin jam. Pastaj atë le ta zbuloj Spaku, se Spaku i merr të dhënat e offshore-ve. Kështu që kjo është gjithë historia dhe atëherë duhesh të goditur ky njeri. Si do goditet ky njeri duke e linçuar? Si do ta linçojmë tonë me operacione plastike? Pse se ka bërë Monika flokë të verdha? Po shumë mirë, kam i fotografi tani kur është martuar Fatosnano, me thënë drejtën. Thash, guasa e bukur pas kam qenë. Që është para 40 vjetëve, ku është në 2002-shin. Domethënë, janë ca gjëra që njerëzit duan ta linçojnë. Çka kanë qef njerëzit? Kanë qef ta shajnë, ta bëjnë. Okej. Më pas vim ke dosja që u shpërnda, dosja e Spakut, që thotë Erioni si u shpërnda. Po kush e shpërndau? Policia e Tiranës e shpërndau. Qartë. E shpërndan dhe për çfarë shpërndan? Dhe
pavarësisht u ndërtuar në mënyrë të tillë që ti të hedhësh ushqim njerëzve të konsumojnë. Ne ja kemi marrë dorën tani kësaj pune, se ne kemi 30 vjet me këtë punë. Por jo të gjithë e përballojnë këtë lloj sulmi mediatik që bëhet në mënyrë të poshtër, po themi, edhe linçuese. Sepse dashje pa dashje, çudia më e madhe 3 ditë do zgjasin në Shqipëri. Jeta vazhdon, njerëzit vazhdojnë do ecin përpara, kanë halle, kanë probleme, nuk i bëhet vënë njerëzit se çfarë ndodh me ne. E vetmja gjë është që marrëdhënia njerëzore midis njëri tjetrit është shumë e komplikuar tashmë në Shqipëri, sepse e para ne duhet të tregojmë një lloj, po themi, edhe civilizimi, por edhe norme, sepse njerëzit duhet të kenë norma. Duhet të kenë normat e komunikimit, duhet të kenë normat e funksionimit dhe janë shumë tjerë. Sot jam unë, nesër është dikush tjetër, por nesër do jesh ti në vendin tim ose dikush tjetër. Si do të ndihesh? Se dashje pa dashje, ç'të mbjellësh do korrësh. Okej, atëre, në fakt, Monika Kryemadhi e ka jetuar jetën në një mënyrë shumë të vrrullshme, shumë intensive. Çfarë nuk ka bërë dot akoma Monika Kryemadhi sot? Mendoj që çfarë s'kam bërë. Të gjitha e kam bërë, ma. Tani them do rike bregu lumit dhe do shoh. Do shoh. Në fakt, do shoh kur t'i sjelli lumit gjithë. duke ta bërë këtë pyetje mua më kujtua një autor shumë i madh, rus, Paustovski, që thotë që kur njeriu s'ka me se ta zbukurojë me jetën, zhytet në kujtime, ti nuk u zhytet në fakt. Me prita këtë gjë, por nuk u zhytet, kjo një do thotë që edhe mund të t'jesh, vazhdosh t'jesh. Kujtimet janë në fotografi, ylli, njeriu nuk zhytet në kujtime, aq më shumë për një njeri na ime që jam akoma e re, kështu që kam akoma kujtime të tjera, sigurisht këtë po të them pra. Duket që nuk e bëre asnjëherë këtë gjë. Do të bësh kujtime të reja ka fjalë, nuk Po pra, të bësh gjëra të tjera. Gjysmë shekull. Kjo ishte ideja. Edhe i gjysmë shekulli tjetër. Por çfarë ke më pishman që se ke bërë deri tani? Një pishman e kam. Ë? Që e lash ata mercenarët e presidencës ta shkatronin Partinë e Lirisë. Të pishman kam. Mos e ke kota të se mos. Kaq të fort ishin ata se më ke çuditur, në gjithë këtë periudhë që merresh nuk ishin të fort. Kapën një moment vulnerabiliteti. Kapën një moment vulnerabiliteti, ndoshta edhe njerëzit e partisë ishin të lodhur, u treguan shumë fleksibël dhe pranuan çdo gjë që donte Ilir Meta. Dhe faktikisht ata duke qenë mercenar rroktar, mendojnë që partitë politike funksionojnë si në institucione shtetërore. Por partia politike funksionon me shpirt, me zemër. Pra, ti nuk e dallon dot një njeri duke dhënë, se qofse ti sot i jep sekretarit organizativ apo zëdhënëses partisë 1 milion lek rrogë, mos u shqetëso se i jep Edi Rama 3 milion edhe 10 milion edhe mbaron punë. Por pra, po thoni disa individi kanë fyrë të vesh Ilir Metës se ti kanë tre individ janë atje. Atje 3 individ janë. Po pra, po kaq fort ato. Për 7 javë ndrove 9 sekretar organizativ. Nuk zgjidhet sekretari organizativ me urdhër. Mendon që i bën ata dhe jo i fundit iku tani se s'u bë deputet. Je sigurt? Absolutisht. Ky i fundit iku se nuk u bë deputet për shembull. Kush? Sekretari organizativ ishte? Jo, si ishte sekretari organizativ. Tani flasim se unë Faikun e njoh, është djali im në Besari në 2021 ka bërë fushat me të, se që ta dini, domethënë gjithë familja ime ka qenë në Shpërndar, djali bënte për Faikun, mamaja ime bënte për Klajda Gjoshën, vllai im bënte për Spahiun. Vetëm për mu s'bot asnjëri fushat, Bora Meta bënte për mu fushat. Ajo që Faiku e para një herë, Faiku nuk mund pretendonte kur të ishte në listë mbyllur. Jo vetëm Faiku, po asnjë njeri tjetër, dhe për çdo tjetër. Kam shumë respekt dhe për Ada Demirin, se ka vota, edhe Faiku ka një pjesë votash, por ata të dy dhe kushdo tjetër që ka ikur mund të kenë kontribuar, por nuk janë zgjedhur asnjëherë nga strukturat e partisë. Dhe ky ishte gabimi që bëri Ilir Meta, që filloi t'i emëronte njerëzit dhe jo t'i zgjidhte. Dhe kur njerëzit i marrin gjërat në mënyrë të pamerituar, mendojnë se ju takojnë. Faiku nuk mund të thotë që nuk u respektova kur kishte 4 poste. Qartë. Ishte këshilltar në Bashkinë e Kauzës. Unë kam një pyetje. Pra, domethënë, e gjithë kjo, kush është i pa respektuar? Një njeri që e mori Ilir Meta nga bankat e shkollës, po themi, dhe e bëri deputet? Apo e mori nga bankat e shkollës e bëri deputet, e mori nga bankat e shkollës e bëri ministra, zëvendësministra, drejtora. Pra, domethënë, ky ishte ndoshta gabimi ynë që duke dhënë disa benefite të pamerituara, pra pa dhënë kontributin politik, pa ju shku djersa herë në fund këmbëve duke mbledh votën derë më derë,
Dhe pastaj mendoni që çdo gjë është se nuk bën dot partia pa ta. Jo, më partia bën pa ta. Partia bën dhe pa Monika Kryemadhen dhe shumë mirë, ja, shkon Bruna Axhi. To lloj partish, shkon deputet. to lloj partish është pak e vështirë. Pra, deputet të bëj unë, thot Ilir Meta. To lloj partish, partit tona është pak e vështirë. Në Shqipëri kjo është e vështirë. vërtet. Dhe ky ishte gabimi i tyre, sepse Ilir Meta kur nuk e kërcënova unë, nëna e fëmijëve të tij. Deri tani që shumë nuk mund ta kërcënoj dot, as Faiku dhe asnjëri. Besoj që thënë gjithë pa vërtet. Për çfarë? Për shembull, i the që këtë partit bëjnë edhe pa Monika Kryemadhen dhe pa këtë dhe pa këtë. Për shembull, Partia Demokratike nuk bën dot pa Sali Berishën. Kjo që kemi, kaq sa e kemi. Një minutë po të mos hyjmë aty me. Jemi në Ku e fund. kishte ti pa Sali Berishën? Ata shiti Lulbasha ta nxorin. Çfarë do të bëj Monika Kryemadhi jashtë politikës te Fevziu? Diku se do bëj një film, po bëj një film te. Po. Me fat. Edhe Fevziu ti pëlqejnë filmat. Po edhe ty do të pëlqej filmi se ngriti veshin një çfarë? Do vi patjetër më. Ti ke rol të rëndësishëm aty. Të më thënë, unë nuk jam... Jo episodik. Roli nuk ka rëndësi. është rol kyç. Me pak, mama e... Nuk ka rëndësi edhe episodiku shpesh është shumë i rëndësishëm. Mama e me thot, ti e të mërshme, thot. Me 2 filma- minuta në film që nuk e ke luajtur akoma, të shmënde gjithë dynjan. Qartë. Kështu që... Mere me mend tani, se ne... Jo, vërtet, filmi është, ka Kënë nga filluar gruaj mençur kjo. Ajo është gruaj mençur, mos e së Sepse gruaj. ajo të ka thënë të vërtet, se ne filma luajmë të gjithë. Popull më filmat gjithë. është shumë e vështirë të gjesh. Ajo, filmi ka të bëjmë... që nga gruaj ditur edhe ere dytë këmë ndodhë mua kjo, se s'kishtë thënë, se shtani një tjetër kur doli një nga spavë. Tani, sa politikan pas Ramës, Monika, 2 janë politikan që kanë luajtur film, ha? Shu i bje. Që Rama ka luajtur? Dhe luajtur një Ka film. luajt edhe... Edhe 2 minuta ka qenë, po. A e kishte me të shajtme, ose ka me të shajtme. Unë e kam 4 sekuenca. E kam shumë interesante, faktikisht. Qartë, tani. Edhe ka një problem që është shumë film i bukur. Ti tani edhe çfarë do që të luash, Monika, në studion time do t'jesh eftuar gjithmonë. Ndash si analiste, po të duash, ndash si sociologe, ndash si psikologe, komentosh gjithçka dhe të thuash çfarë ti do në studion time, sa të jetë studio. Unë të falenderoj shumë që në ndihmove në premin e sotme. Dhe jemi se jemi këtu. Bashkë me 2 kolegët. Do ma japësh votën për babajnë e fëmijëve Ilir Metën? Jo, sepse unë do në bëdhe emisionin, pastaj se po ta them, sepse ma kanë kërkuar Po deklarosh votën, nuk... Po deklaroj votën, Si, do në bëdhe të deklaron emisionin. votën? Nuk deklaroj. Mundet ta them... Do ta mendoj, thuaj. Do mendoj, sigurisht. Do ta mendoj. Do mendoj. Është më e... Tani, po sigurisht. Po, se... Kjo është pyetja që unë ja bëj të gjithëve. Tani, unë të falenderoj shumë. Qofse s'ja ke dhënë fjalën njeriu tjetër. Jo, nuk e kam dhënë asnjëriut. Ka dëgjuar. Unë votoj Aleqorin vetë, kështu që mos e kërkon. Aleqorin e ka ky, Aleqorin Bushati, unë thash, jo, thashe, unë bëjmë emisionin, thashe të gjithë. Tani, faleminderit, nderuar kolegë. Ishim me 2 njerëz të cilët edhe pse disinfektoi vendin Monika për Lulin, ben në vitin 2021 dhe u ndan gati aty me Edi Ramën. Me 36.000 vota, apo jo? Shumë pak. Po të mos ishte 5 qershori. Edhe po të mos kishte shitur një 4 mandate Lulbasha, Po të le tani. Beratit edhe Durrësit. Dhe me pas Do ishte Drama me disinfektimit. 70 mandate, edhe ne ishim me 70 Kam mandate. iden që Luli shkret këtë nuk e ka berë. Mund të ketë kusure të tjera Po sa pse kush e duhet. vuri kryetar KZZ-je në Berat që verbali Tani hajde t'ja futim Lulit. Kush e Shiko. vuri? Kush e ndroi? Po, Vuri djalin e po më lesh ta mendoj, dakord. Me pra. Deri tani ishim shumë në rregull. 2 njerëz që në vitin 2021 ndan me Edi Ramën aty. 36.000 vota dhe po të mos kishim 5 qershori. Jo 5 qershori. Korrigun, 5 qershori ishim në 5 rregull. qershori ishim në rregull dhe 5 qershori ishim në rregull, 30 korrigu ndoshta. Ndërsa sot kam iden që gjerat nuk janë, unë s'dua të jem pesimiste të gjithë, nuk janë një lloj si në vitin 2021. Dhe kam iden që Monika vrapon tani për të votuar për burin e fëmijëve të saj, edhe për të thënë nesër që... Për babajnë. Babajnë falsi. Po s'ke faj se u lodhe. Babajnë e fëmijëve të saj, thotë këtë gjithë thjeshtë, për të thënë nesër, ndoshta që unë nuk isha faj. Unë vrapova, edhe këtë ratë punova me gjitha mënyrat, por fajtorët nuk jam unë. Këtë ndoshta... Dakor, të të bëj një pyetje unë ty. Urda. Po të mos dalë unë për të mbledhë votë, do isha fajtore? Po. Po për këtë shkak thash. Pra unë, si të dalë, si të mos dalë, Monika Doli, ja kështu ishte me interesa gjithë. Jo. Ka zgjedhur një rrugë shumë të lartë. Ajo ndau përjashtuar nga partia,
Kjo është rruga më e vështirë. Në rrugën më të vështirë, po më të mirë. Kjo është rruga më e vështirë, po është rruga më dinjitoze. Kjo është rruga fisnike. Kjo është rruga më dinjitoze, se rruga më e vështirë. Monika dhe Munë ka zgjedhur rrugën për të thënë që humbja nuk ishte imja. Po s'ka të bëj me humbjen. S'ka të bëj me humbjen. Inshallah është fitore, po. Jo, s'ka të bëj me humbjen fare. Për mua nuk ka rëndësi se çfarë ndodh. Faleminderit shumë. Tani merr përgjegjësi për humbjen Abile. Madje duke futur merr përgjegjësi. Se ka humbur. Njerëzit e mi. Nuk merr përgjegjësi, e zbresin poshtë dhe ja themi dhe një tjetër dhe ti je i sigurt që nuk merr asnjë përgjegjësi duke ardhur. Po sepse se pranojnë të dera dhe ajo vetëm ndihmon. Ton merr përgjegjësi morale. Atëre, të nderuar televizionistë, pra ky ishte emisioni i mbrëmjes. Sot me Jom Kotu unë i solla të dy këta personazhe, dy figura të rëndësishme që udhëheqën 2021 me të mirat dhe gabimet e veta sigurisht, por që u ndan me Ramën, siç tham, aty. Të shohim ç'do ndodh në 11 maj. Nëse e keqja është më e madhe se Luli dhe Monika, problemi është i opozitës shumë i madh dhe Edi Rama. Po sepse... Po pse të ngelet nder më Edi Rama? Pse mos shkon shqiptarët votojnë? Pse të mos ta votojnë? Po për këtë votojnë? Votojnë më valla, votojnë Sali Berishën. Jo më të votojnë, të votojnë. Koalicionin, të votojnë Sali Berishën, koalicionin. Ti po ta shikosh asnjëherë. Po Monika, po nuk shkove ti që ke qenë në punë forte të gjitha. Ti shkon, po shkon formalisht tani për të na thënë ne këtu dhe të gjithëve siç u the. Po nuk shkuan njerëzit, Monika, nuk e lviz dot. Po pra, politikisht njerëzit nuk shkojnë. Uroj të jetë ndryshe dhe uroj të jetë kështu siç thot Monika dhe opozita të bëjë rotacionin. Të Raxha shpesh, ka ikur në Amerikë tani. Të bëjnë ndryshimin e shumë kërkuar. Faleminderit shumë që na ndoqën nderuar të shikues. Edhe tjetër që ndron në orar. Po mori basha pak minuta më shumë se tani. Po dhe ty tani e shtym. Futojmë brava, Nuk mori më shumë. Minuta të njëjta morët. Njësoj. Morët minutat barabarta, të dy e soll të humbjen 21 janarit, minutat barabarta morët. Faleminderit shumë. Gjithë burrat e Shqipërisë dhe gjithë mediat kundër. Faleminderit shumë. Të njëjtën do shihemi tani. Njerëz të tjerë do thresim këtu e do t'i dëgjoni ju të gjitha. Do nderuar të shikues, edhe do habiteni në këtë kohë, këtë muaj të gjithë, do keni habirat mëdha të gjitha. Monika nuk ishte shumë për sa gjëra reale të gjitha, edhe Luli. Por habit do keni. Faleminderit, natë e mirë.